Aksidentet rrugore në vend u rritën në qershor, ndërsa numri i tyre në gjysmën e parë të vitit u zgjerua me 6.8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat paraprake të Instat tregojnë një kërcim të muajit të 6 të vitit, ku dhe pasojat në plagosje dhe humbje jete kanë qenë më të larta. Gjatë qershorit u regjistruan 132 aksidente, ku mbetën të vrarë ose të plagosur 186 persona, ka 107 aksidente dhe 140 të aksidentuar në të njëjtin muaj të vitit 2025. Në periudhën janar-qershor 2026, u regjistruan 679 aksidente rrugore nga 636 një vit më parë. Numri i personave të vrarë dhe të plagosur arriti në 952, krahasuar me 883 në 6 mujorin e parë të vitit 2025. Sipas Instat, 93.9% e aksidenteve të regjistruara në qershor ndodhen si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Grup mosha 35-44 vjeç përbënte peshën më të madhe të drejtuesve të përfshirë në aksidente me 28% të totalit. Tirana regjistroi numrin më të lartë të aksidenteve në vend gjatë 6 mujorit, me 277 raste dhe 345 persona të vrarë ose të plagosur. Pastaj renditen Lezhë me 74 aksidente dhe Vlora me 67. Në 1 në 4 aksidente ndodhin në intervalin 19-24, ndërsa dita me numrin më të lartë ishte e marta, me 18.9% të totalit. Entja regjistroi incidentet më të ulët me 7.6%. Instat thekson se të dhënat janë paraprake dhe një subjekt përditësimi.